Në Turqi, 37 persona janë arrestuar për shkak të postimeve të tyre në internet në mbështetje të kryetarit të Bashkisë së Stambollit, Ekrem Imamoglu, i cili autoritetet i cilësuan si provokuese. Arrestimi i Imamoglut, një nga rivalët kryesor politik të presidentit Recep Tayyip Erdogan, u bënën akuza për korrupsion dhe mbështetje të një grupi terrorist. Megjithatë, opozita e konsideron këtë veprim si një tentativë për puç kundër presidentit të ardhshëm të vendit. Shumica e 105 personave të arrestuar së bashku me Imamoglun janë pjesë e stafit të Bashkisë së Stambollit. Ndalimi i tij ka shkaktuar protesta të mëdha në Stamboll, Ankara dhe qytete të tjera, me mijëra qytetarë që dolën në rrugë dhe kampuse universitare për të kundërshtuar vendimin e autoriteteve. Pavarësisht se qeveria turke ka urdhëruar ndalimin e protestave për 4 ditë, demonstratat nuk janë dalur. Ministri i Brendshëm tha se gjatë 24 orëve të para për arrestimin e Imamoglut në platformën X janë shpërndar 18.6 milion postime mbi këtë çështje. Autoritetet turke kanë identifikuar 261 llogari në rrjetet sociale, përfshirë 62 jashtë vendit, që sipas tyre kanë shpërndar përmbajtje që nxisin krim dhe urrëtie. Përveç ndalimit të protestave, qeveria ka bllokuar disa rrugë dhe ka kufizuar qasje në disa platforma sociale, duke shkaktuar reagime të forta nga opozita dhe mbështetësit e Imamoglut.